Pas shpërtimit të luftës në Ukrainë, NATO-ja është shqetësuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, pohoi ambasadori amerikane atje Julian Smith. Smith nënvizoi edhe një herë qëndrimin e SBA-s lidhur me anëtarësimin e Kosovës në programin e partneritetit për paqe të NATO-s në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara e mbështesin integrimin e Kosovës në organizatat dhe institucionet europiane apo euroatlantike. Ne besojmë se vendet duhet të kenë të drejtën të përcaktojnë bashkimin dhe anëtarësimin e tyre. Sigurisht që do të mbështesim lëvizjen e Kosovës drejt programit të partneritetit për paqe, u shpreh ajo, duke kujtuar se vendimi për anëtarësimin e ndonjë shteti në këtë program, sikurse në vetë NATO-n, merret me konsensusin e 30 vendeve anëtare. Nuk ka votim me shumicë të kualifikuar. Këtu të gjitha vendimet merren mes nesh, 30 anëtarëve. Ky është termi që ne përdorim ku të 30 shtete duhet të pajtohen me këtë. Pra duhet të jetë një vendim që duhet të merret me konsensus, nëse Kosova vendos të ecë drejt partneritetit për paqe, ishte komenti i saj. Sipas NATO-s, ky program ka për qëllim të rrisë stabilitetin, të ulë kërcënimet për paqen dhe të ndërtojë raporte më të forta sigurie ndërmjet partnerëve dhe aleancës. Aktualisht pjesë e partneritetit të paqes janë 21 shtete. Pranimi i çdo antari të ri bëhet me vendimin unanim të 30 vendeve të aleancës në një votim që mbahet në Këshillin e Atlantikut.